po pikërisht për atë ne jemi sot këtu për të një punë me karakter, një vizitë me karakter pune për të parë dhe për të inspektuar se deri ku janë dhe në çfarë niveli kanë arritur punët të cilët realizohen në projektin Raven Reqic. Deri tash, sipas informatave të cilat ne i kemi, domethënë janë realizuar punët të ndërtimore, hapja e kanalit dhe punët tjera rreth 80% të projektit. Kështu që dinamika e punëve shkon në nivelin e parapar, duke ditur se ky projekt është një projekt i cili duhet të mbarojë për 5 vite. Është një projekt kapital në të gjithë regionin e Pollogut që përfshin një sipërfaqe e cila duhet të ujitet dhe duhet të mbulohet me ujë për ujitje rreth 3200 hektar. Që do të thotë se përfshin komunat nga Gostivari, Vrapçishti, Bogovina, deri në Reqic të vogël të Tetovës. Është një prej investimeve më kapitale momentalisht që zhvillohet për regionin e Pollogut nga Ministria e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Ekonomisë së Ujrave nga programi i zhvillimit rural.